Tashmë je mërzitur me kohën e harxuar për kurimin e flokëve? Thonë se flokët janë gjysma e bukurisë dhe ti ke humbur shkëlqimin e tyre? Pjastra ju ka shkatruar gjatësinë dhe butësinë e flokëve tuaj? Vëmendje të gjitha femrat. Erdhi linja më e re për drejtimin e flokëve, ProLine nga IGA. Kjo furçë unike prej qeramike, më e mira prodhuar deri sot, do të ndryshojë tërësisht kurimin e pamjes tuaj. ProLine është jashtëzakonisht i lehtë në përdorim. Funksionon për çdo lloj floku dhe çdo lloj moshe. Iku koha e pjastrave apo e kimikateve. Drejtimi i flokëve më merrte shumë kohë, por sot vetëm me linjën ProLine më duhen vërtet vetëm pak minuta. Akoma nuk e besoj se sa lehtë shtrihen flokët me këtë krër magjik. Ngrihem në mëngjes, krihem me këtë krër dhe flokët nuk mblidhen si më parë. Krëri ProLine është fantastik. Drejtoj bukur flokët e mi Kaçurrela pa i dëmtuar. Kjo është dhurata më e bukur që i bëra vetes. I adhuroj. Flok drejtuesi ProLine është revolucion në mënyrën si i drejtoni flokët tuaj. Lehtësisht dhe rahat vetëm me përdorimin e një furçeje. Kunjat e krërit drejtues ProLine kanë një dizenjim unik. Janë të veshura me qeramik dhe janë pozicionuar në mënyrë të tillë që vizojnë çdo fije floku për të siguruar shtrirjen e kaçurelave apo fryrjeve vetëm me kalim. Ky krër i mrekullueshëm ju lejon të kontrolloni dhe temperaturën e kunjave që shkon deri në 230 gradë Celsius. Flok drejtuesi ProLine e shpërndan nxehtësinë në mënyrë uniforme, pa djegur flokët apo lëkurën. Kriju shpejt dhe bukur dhe pa stres. Sinqerisht, kam provuar të gjitha mënyrat për të drejtuar flokët, por ky krër i linjës ProLine është zgjidhja ideale për kaçurelin tim. Thjesht me të krijesh dhe je gjithmonë e kuruar. Kriju shpejt dhe bukur, sikur çdo mëngjes ke shkuar në një sallon bukurie. Drejtoni flokët vetëm me një kalim të krërit. IGA, brandi që flokët e tu meritojnë. Mos humb kohë, ne ju ofrojmë shpikjet më të fundit. Brand origjinal, ti krijon sallonin tënd të personalizuar. Vetëm ProLine nga IGA drejton të gjitha llojet e flokëve për të gjitha moshat.